Një denoncim i bërë në orët e para të mëngjesit vuri në lëvizje policinë e Kosovës dhe qoi në ndërprerjen e një ceremonie martese që dyshohet se përfshinte një vajzë të mitur. Sipas informacioneve, rreth orës 24:30, policia mori një njoftim se një 15 vjeçare po martohej në lagjën 28 të fushë Kosovës. Menjëherë pas denoncimit, njësitë policore dolën në terren dhe nisën verifikimet. Gjatë operacionit, policia lokalizoi dhe ndaloi një vetur Volkswagen Passat, e cila dyshohej se kishte lidhje me rastin. Brenda automjetit ndodheshin vajza e mitur, një 15 vjeçar që dyshohet se ishte dhëndri, si dhe 2 persona të tjerë, AF, 49 vjeç dhe LB, 34 vjeç. Sipas burimeve, veprimet e para hetimore kanë ngritur dyshimet se e mitura ishte pjesë e një ceremonie martese me 15 vjeçarin. Vajza është intervistuar në praninë e përfaqësuesve të qendrës për punë sociale, ndërsa 3 të dyshuarit janë marrë në pyetje në praninë e avokatëve të tyre mbrojtës. Sipas raportit policor, gjatë deklarimeve ata kanë pohuar se kanë qenë në pajtim me realizimin e kësaj martese. Pas njoftimit të prokurores kujdestare për të mitur, është urdhëruar ndalimi i 3 të dyshuarve për 48 orë. Rasti është inicuar për veprën penale, bashkësia jashtëmartesore me personin nën moshën 16 vjet, ndërsa autoritetet kanë bërë të ditur se hetimet po vazhdojnë për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes.